politike, po në menoj që na duhet me adresu edhe një problem tjetër shoqëror, e që me gjas jemi të pas qef me kanë si vend, si shoqëni, ndoshta qështu të mashtrum. Unë menoj që nuk kena kemi qef me u mashtru. Po. Natyrisht marrë parasysh rezultatet edhe marrë parasysh, si me thonë, këtë ato që na i ekspozojmë në media, ku ti thu që filan politikani ndoshta ka bon një 20-30 herë gënjeshtra, mashtrime, këto gjana tjera, ose që ta thamë kështu tërëq ato që kom pas analizë në gjithherë. Nëse na kemi pa ku ju në trajtu kategoritë më ndihshme të kësaj shoqënie, mënyrë aq pa dinitetshme në pushtetin e kalun televizisë vendosur të Albin Kurtit, për shembull mënyra e trajtimit mësimdhënësve, për ato 100 euro paga që me drejt i lypshin rritjet pagave, duke marrë parasysh që inflacioni kishte shku 22%, edhe mënyra se qysh i trajtojshin edhe deputet, edhe këtë njerëz të lëvizjes vendosur, në mënyrën më të pa dinitetshme të mundshme. Domethënë ku është godit shtresa më e ndihshme ku këtë na jemi rrit në një shoqëni të e respektu përveç prindve, nana, baba, fjallën e tretë, e kemi pas adresimin e respektit ndaj mësuesit. Edhe ti e ke pa në mënyrën më brutale të mundshme, me demek i patën denigru në qasi shkalle, sa Dimal Basha i bërtet këtë dhe që keni që po lip një pale, edhe mënyrat me kështu. Kategorinë policin, ti e din. Institucioni që na jemi mburë mas shumëti me policinë e Kosovës, pjesa dërmuese e tyne njerëz të dëshmun të brezit të luftës, edhe që në kopër një me policia ma e mirë në rajon, edhe aspektin e sigurisë, edhe me aspektin e përkushtimit, që ka ju boni nxjerrin në protesta, i denigroj. Ty u tho që ju duhet mu mjaftu me garderobën edhe mjetet ose armët edhe pajisit tjera që ja kemi siguru na. E kështu të gjitha kategorit, edhe te shethu gjdo analizë dhe shëndosh, thu okej, duhet me undëshku. Unë nuk jom najna gazetar, nuk jom a priori, pse aje ka një në Albin Kurti, ose pse është televizja vendosje, po kjo duhet me reflektu në shoqëni, për shkak se ti bënd përgjegjshëm njerëz që ja jep besimin tanë përmet qeverisë. Nëse ata e shohin që nuk ndëshkohen, po ty trajtun këtë formë me këto shkelje ose gabime ose keqpërdorime ose veprimet të tilla, atëherë ty pja jep një farë bindje që bën çka dush se une e kom kriju atë bindjen teme. Dhe ma kjo mënyra. Tani kjo tjetra që meriton mas shumë të është që na në shekullin 21, hala në shoqëninë tonë një pjesë e madhe njerëzve i krijojnë politikanin idol, apo e krijojnë mit. Ato veprimet ku ti sheh që halas sot njerëz bojnë tatuja njerëz të liderëve, ku ti sheh që edhe në shoqëritë shumë më të avancuar, si themi ndoshta edhe Angela Merkel që u shujt gruaja e hekurt mas një mandati dikon mbi 10 vjeçar, doli që domet që ja ka bë Gjermanisë sot po i vujnë pasojat Evropa. Domethënë me Gazpromin rus edhe lidhet e kabinetit saj. E dy marë parasysh këto dhe këtë militantizmin kolektiv që është kriju, që normal është e sponsorizuar, është e nxitne prej pjesës politike, atëherë duhet me drejtu gishtin edhe në çfarë shoqënie po jetojmë edhe çysh duhet me u qas me eduku këto. Ndoshta duhet me ndodh 3-4 pol zgjedhje, ndoshta duhet me majt venin në këto kriza, ndoshta duhet me majt me vujt pasojat shteti edhe këtë njerëzit që jetojmë këtu, si rezultati këtyne njerëzit papërgjeshëm që na, përveç që pjallon besimin me na udhëheq, edhe këtë ato privilegje që i gëzojnë për pozita të pushtetit, na nuk për lypëm llogari, ose nuk për ndëshkojmë